Një zjarr tragjik ka përfshirë diskotekën Pulsi në Koçan në orët e para të mëngjesit të sotëm, duke shkaktuar humbjen e jetës së 59 personave dhe lëndimin e mbi 150 të tjerëve. Ngjarja është konfirmuar nga ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski në një deklaratë sot për mediat në orën 12. Deri në këto momente ka të konfirmuar 59 të vdekur, prej të cilëve janë identifikuar 35. Nga viktimat e identifikuara, 31 janë nga Koçani dhe 4 nga Shtipi. Sipas informacioneve të para, zjarri ka shpërthyer si pasojë shkëndijave nga mjetet piroteknike të përdorura për efekte vizuale. Shkëndijat kanë përfshirë shpejt tavanin e diskotekës, i cili ishte i ndërtuar nga materiale të lehta dhe të djegshme, duke shkaktuar përhapjen e menjëhershme të flakëve. Mes viktimave është edhe një punonjës policie nga Provi Shtipi, i cili ndodhej në diskotekë për një kontroll lidhur me përdorimin e mundshëm të substancave narkotike. Për ngjarjen janë lëshuar 4 urdhër areste dhe tashmë disa persona janë dëluar për t'u marrë në pyetje. Ende nuk është bërë me dije numri i saktë të arrestuarve, por sipas Toshkovskit siguroi se përgjegjësia do të përcaktohet dhe fajtorët do të përballen me ligjin. Hetimet për ngjarjen janë duke zhvilluar nga një ekip prej 5 prokurorësh, ndërsa kryqëkuq është mobilizuar për të ofruar ndihmë për familjarët e viktimave dhe të lënduarve, të cilët po trajtohen në spitalet e Koçanit, Shtipit dhe Shkupit. Ngjarja ka tronditur të gjithë vendin, ndërsa autoritetet kanë premtuar një tim të plot për të zbuluar shkakun dhe përgjegjësitë e kësaj tragjedie.